Kosova arriti mbrëm një fitore historike në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026, duke mpostur Suedin me rezultatin 1-0, ashtu si në çdo ndeshje të kombëtares së Shqipërisë apo të Kosovës. Tifozëria shqiptare dhuroi spektakël në stadiumin Nyia Ullevi në Suedi, duke shpalosur një flamur gjigant kuqezi. Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot në rrjetet sociale momente nga shpalosja flamurit gjigant që i priu mbrëm fitores historike të Kosovës në fushën e Suedis. Tifozët shqiptar nga të gjitha trevat dhe diaspora mbushën shkallët e stadiumit, duke mbështetur përfaqësuesen e Kosovës në këtë sfidë të rëndësishme. Pas kësaj fitoreje të madhe, Kosova ngjitet në vendin e dytë të grupit B me 7 pikë pas 4 ndeshjeve. Fitoria e djeshme mban gjallë ëndrrën e Kosovës për një kualifikim historik në Kupën e Botës, ndërsa ndeshjet e radhës kualifikuese do të zhvillohen muajin e ardhshëm. Kjo fitore vjen pas fitores së kombëtares shqiptare kundër asaj serbe, e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026, ndeshje e zhvilluar në Leskovec të Serbisë.